Soj ke postë soj atë? Unë e kom po over 10 vjetë në duket. Unë e kom qenë dhëmën atje, këta ty kanë qenë over këtu, boba jam ka qenë kitë pjesën këtu. Boba jam ka qenë me fizik sa 2 herën me fizik. Po, folë zotit, në lakon, 3 të lakon marrë zilsaj. Të më thonë me fizik, u konë sa 3 herë në atë më qështu, po aja ka postë të zotit ka toshtë. Shko që në atje, këna pështu qështu me lezimet leta. Në qëfar ore e kanë? Para fërsesh, valla, më duket Një gjysë. Qashtu të shka një. Nuk e mua me mirë, të të që ka qenë. Unë nga ka menuja që ka ki slukta, për se këna pri. Se kur ka kërstit, të më më me qa që mama s'ko mi kurgjë, edhe ka qenë këtë barë. Nga këna menu që ka pri slukta dhe atë koga e motosa ka të rekuni veç. Ata ne kom që sështë, është të më unë diçka personale me neve. Pas vizitës të familja e Selver Haradinajt, i cili edhe njëherë po them u vra mizërisht me bombë në një sulm terrorist para 14 vjetëve, erdhëm edhe këtu që të përurojmë ndërtesën e re të administratës tatimore të Kosovës, ku në krahun tim të majtës të drejtori udhëheqësi Mentor Hyseni, e pam një objekt jashtëzakonisht të përshtatshëm për punë, gjithsej në 3 niveli janë rreth 1000 m2, për i tyre 750 m2 janë të tillë që janë renovuar, ndërka 250 m2 janë aneks, që janë bashkangjitur, janë dikun rreth 30 zyra, 11 toalete, klimatizim, ngrohje, kushtet moderne për punë dhe këtu tash do të shërbehen qytetarët, banorët e komunave të regionit më të gjerë të Mitrovicës. Është një ditë e gëzuar për shtetin e Kosovës dhe për të gjithë qytetarët në veri e në jug, shqiptar, serb, bosnjak e të tjerë, sepse Republika nuk bën dallime sipas etnisë, përkundrazi kujdeset që të shërbejë të gjithë qytetarët sipas të drejtave të tyre dhe sipas nevojave që kanë. Prania jonë këtu është dëshmi e përkushtimit ton për mbledhjen e tatimeve dhe njëkohësisht për shërbimin e duhur e publik ndaj qytetarëve.